Tani, pate një sulm të pist, do të thoshe gjatë fushatës, po kolegu Telnis Skuqi, që nuk të falë kështu dhe u askuq gjithmonë kundërshtarëve politik, ka bërë një sqarim dhe tha që ishte një kurth që i kanë bërë tërmet Peçit. Tani, nga kush e kishte? Kam një mimun Gjirokastre e thot ai, e leta lëm këtë muhabet tot. Dëgjoj thanë. Nuk i hyj kësaj historie, gjithë secili ka fytyrën e tij, gjithsecili bën atë që di të bëj. Unë kësaj historie nuk i hyj, për mua është një histori ndofta vetëm ka ardhur keq. Po i kisha para përgatitur dhe këtu gjërasin të falenderoj shumë familjarët e mi që më kanë qenë pranë, nëna e bashkëshortja e fëmijët. Unë ndjeva keq në moment kur e hodhën, nxorën një lajm të shpifur pak orë para kutizë votimit. Vetëm kjo më ka gasmuar. Se mund ta kishin nxjerrën para që të kishte edhe kohë. Unë nuk e mendoj që të ketë ndikuar absolutisht fare, duke qenë që mua atje ku kam jetuar më njihnin më mirë, nga çfarë mund të thash edhe pak më parë dhe me që më dhe mundësinë. Edhe para disa vitesh, diku te 10-12 vite më para, kur këto portalet po fillonin dhe po gasmonin, ndofta fillimi ka qenë i vështirë me këto portalet gasmimi, se ndofta prekeshe beshe, hidheshe kështu rrëpjet. Po hidheshe normal, po pastaj kur e shikojnë që ato janë edhe fillon po më gasmonin fëmijët ishin në moshë shumë adoleshente, kjo dhe gjej një kontaktin e diku që ma jep një miku im Rolandi zën kote dhe e marri themore zotri, themore mirë me mua që po fëmijët adoleshent pa pjekur. Si mi bëndi mua reklam fëmijëve, as çfarë bën ti, është se nuk gjen dot fjalë që të thuash për këtë. Edhe shko çfarë më thot ai. Çfarë thon? Po e them dhe me emër se s'më bëhet vën fare, por thot e di si është puna, thot o kryetar, thot, lajmi jot shitet. I thash vëlla, me mua do bësh lek ti, jo të keqen lek. Tani nëse ti e bën për klikime, e bën për lajm tani. Unë mendoj që kjo nuk është mënyrë. E mendoj që pastaj këtu shteti vet duhet të vë dorë tani. O vëlla, nëse ke diçka nxirre aty, edhe dakord. Unë i rri përsipër asaj që kam bërë, por jo ti tani baltos e ti në rregull tani, ndofta edhe ku dëgjon edhe pastaj një gjë e shpifur për mua me pak fjalë. Një gjë e këtij skandali seksual u mbyll domethënë. Pa çfarë skandal seksual atë pa piktur pikë. Jo, unë i besoj Telnis Skuqit, ai besoj e ke lexuar? Nuk e kam lexuar. Nuk e ke lexuar? Absolutisht. Ai ka shkruar gjëra gjatë dhe e cilëson kurth. E respektoj Telnisin dhe këdo Telnis, ndofta edhe ata që shkruajnë kështu, por unë mendoj që kjo nuk është rruga e duhur për të baltosur dhe për të bërë politik. Po do të bësh politik, je ka atje përballur me njerëzit dhe te i përballjes së njerëzve merr përsipër mirënjohjen e atyre njerëzve për t'ia kthyer mbrapsh në shërbim. Foto tjetër? Tani, shumica e fotografive të tua është sportive. Po. Tani si do të bësh që do vesh gjithmonë me kostum? Pak siklet do jetë për mua, po e them sinqerisht për zotin. Para të zot po e them. Do jetë pak siklet, edhe dije e pash atje, unë edhe kur isha te bashkia, fillimi ishte se thash, duke qenë që njerëzit ishin skeptikë dhe paragjykues edhe ato fillimet e para. Po. Kur u futa në zyrë dhe kur fillova që të shkoja te puna, arria me kostum, sa dashe dhe dashe dhe se them unë që e kemi të mirë komandanti, kur filloi trenet sportiv, pastaj gjeta mana për trana unë. Bukur fare kjo. Jo, po nuk do të thotë, më dëgjoj, shiko, thash institucioni, dakord, etika po dakord, por duke qenë që ti je në një funksion kryetar bashkie, nuk ka nevojë që të rish i kapardizur, se njerëzit janë lodhur na kullarot, na këmishat. Unë mendoj që duhet të jetë një shërbëtor sa më operativ në terren. Kjo është ajo që duhet të jetë drejtuesi i një bashkie. Përpara se të vdiste Fanoli, e di si ka thënë? Do vdisja i qetë me këngë labe. E një qoftë se do të këndore një këngë nga Labria. Tani ai miku yt Golik Jaupi që Goliku është legjendë. Si këndoi një këngë Fanoli? Ki ka kënduar Enver Hoxha, si ka kënduar Edi Ramës. Po tani do t'ja themi Golikut, do ta marrim Golikun, do ta ulim e do t'ja themi t'ja bëj një, po patjetër. Sa i e ka lënë me amaneti shkreti? Se Goliku tani mosha bën tutje. Sa vjeç është? Goliku bën tu, po Goliku është i ri akoma, shumë i ri. Sa vjeç është? Si artist njerë nuk është i pakrahasuar shumë edhe për moshën që ka, po mbar 80 vjeç në kurisë dhe Goliku. 80 vjeç. Papa. Po
Do thot Goliku kur mbret 80, nuk e di 75 apo 80, ta pyesim. Po kur i këndoi Edi Ramës këngë, si ishte servilizëm? Absolutisht asgjë. S'ka servilizëm. Tash Labri nuk bën kush shefin. Po Berisha Aq më keq edhe një herë më dëgjoj tërmetin. Labri edhe kjo nuk është tani për të thënë që ne Labritën po në Labritën kur vlesh nuk bën kush shefin. Thash o duan as duan. Edhe kjo e hasim edhe në vota. Ka burrit, thot o vlla, Orlando, vlla, nuk jam me ty. Nuk të mbështes dot, nuk të votoj dot. Është burria e pjesë. Se sa se ka një fjalë të urtë që thot kur më thua të vërtetën më ke zgjidhur gjysmën e punës. Se sa ta të mbaj unë ty me garjet, ti për te goksit nga unë ish. Andaj të votojnë ty atje te Pelen. Po nuk e di pse votojnë atë, se di, atë e din ata njerëzit vetë. Andaj të votojnë ty. Dhe kështu që ti ke kënduar me Golikun, po për Saliun zbëri një këngë Goliku. Tani pjesa e këndimit tim ose e aktrimit tim ose e të marrit pjesë në polifoni labe me të madhin Golik është si të lozësh tani, si unë e ti të lozim tani të kemi në ekip Messi Ronaldo, në kupton tani ti edhe thonë Samir lozin këta të dy. Pa jem amator, unë jam amator, mendoj që jam amator në polifoni labe, por ata janë artistë të mëdhenj, janë korofenj të mëdhenj nuk. Janë korofenj të mëdhenj gjithë ata. Për ta mbyllur, çfarë do arrish një gjë aty si deputet? Unë do të përpiqem që të jem zëri i kujdo që ka besuar dhe votuar Partinë Socialiste e Tërmet Peçin. Dhe atje ku nuk dëgjohet zëri tyre, do të bëj të pamundurin që unë të jem përfaqësues sa më i denj, jo vetëm i asaj bashkisë vogël, por i atij komuniteti, i atij qarkut të mrekullueshëm. Kaj do të bëj. E pse jo pastaj që atë që e kanë ndruar gjithë shqiptarët, jemi edhe pjesë e futjes në familjen e madhe të Bashkimit Evropian. Po nuk të duket Tërmet që shkoi shumë në kohë pushteti Partisë Socialiste dhe një pushtet shumë i gjatë, fillon edhe të çedon, ka probleme. Unë nuk e shikoj dot në atë këndvështrim se të flas nga përvoja ime. Që të shiko edhe gjithë të bisedë. Po ja, të mbaroj. Unë e kam bërë pa dalë nga konteksti im, më thënë, shiko ka një gjë. Në moment që arrin që të gjykosh veten, mendoj që është gjëja më e durë se sa të gjykosh tjerët. Me thënë të bësh një kritik të vetes tënde, një analizë të vetes tënde. Unë nuk mendoj që kisha shumë vite në Bashkinë e Pelenës, se në Bashkinë e Pelenës ka akoma shumë punë për të bërë. Dhe ndofta ky vit që është tani është në proces e ka shumë investime, dhe ndofta pse jo akoma dhe më shumë. Dhe mendoj që edhe qeveria jo, Rama tha pse do rrit deri 2050-ën. Po prandaj po të them që nuk do të thotë që një mandat apo dy mandat një forcë politike. Në moment që i shërben komunitetit edhe bën atë që duhet bërë në tërësi, në shërbim, mendoj që pse jo. Okej. Zoti Tërmet Peçi, të falenderoj për këtë intervistë parë tuaj. Kënaqësia ishte e imja, të falenderoj shumë. Unë nuk jam për studio televizive, këtë mbaj mend, ishte kënaqësi, ishte respekt. Të falenderoj shumë. Dhe rrallë do më shkosh në një studio tjetër. Unë e të shpoj dhe vlerësoj këtë. Kështu që mbaja mend këtë që të thash. Nuk do të jem, se nuk jam unë për të dhënë intervista, nuk jam për studio. Unë jam për të bërë një punë atje, bile unë mezi pres nëse të mbaroj seancat atje me njerëzit, me komunitetin. Po tani kush e drejton bashkinë tani? Është një e komanduar që besoj që muaj tetor. Do të thonë e komanduar ishte zëvendësia juaj mos gaboj? Shiko. Funksionon kështu, nuk e di Roland nëse e dini që një nga dy nënkryetarët kur dorëhiqet ose kur largohet kryetari i bashkisë, një nga dy nënkryetarët me një kompromis të përbashkët dhe pse jo me miratimin e Këshillit Bashkiak ka të drejtën që të drejtojë bashkinë. Deri në zgjedhje. Deri në zgjedhje, se është tani 35-45 ditë, këtë nuk e dim apo 2 muaj apo 3 muaj apo 2 vjet. 45 ditë. Tani Bashkia e Pelenës do kalojë dhe ajo në zgjedhje pjesësh? Absolutisht po. Ka në një kështu kohë kur mund të... Nuk kam gatruar asnjëherë, ndofta edhe për përzgjedhjen e emrit tim. Jo, ti do të ngatrohesh në kuptimin kështu se deputet tani dhe kur të bën zgjedhje do bësh fushat. Do ta vendosin strukturat, unë do të jem pjesë e pandarë. Po absolutisht që po. Do të jem pjesë, do të jem në balë të fushatës. Siç kam qenë edhe për veten time, siç kam qenë edhe për pushtetin qendror, do të jem edhe për pushtetin vendor këtej tuti. Unë të uroj suksese. Gjithashtu kënaqësi, të falenderoj shumë.